Ditën e dieshme, u diskutuan një sër çështjesh që kishin mbetur pezull pas përfundimit të spektaklit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Mes shumë temave të trajtuara, një ndër më të përfolurat ishte marrëdhënia mes Eglit dhe Blerinës, pra motrës së Gjestit. Kishin qarkulluar lajme se Egli kishte hequr nga ndjekësit e saj në Instagram Blerinën, çka ngriti shumë pikë pyetje dhe spekulime mbi një prishje të mundshme të marrëdhënies mes tyre. Por Egli Tako dha një sqarim të qartë për këtë situatë, duke mohuar që kishte ndërmarrë vetë një veprim të tillë. Profili im patjetër që menaxhohet dhe nga njerëz të cilët janë adapt për pjesën e menaxhimit dhe thjesht janë bërë unfollow, njerëzit të cilët nuk më kanë pasur follow. Kjo është e gjitha, nuk ka të bëjë fare me marrëdhënien time me Blerinën, deklaroi ajo, duke zbuluar se motra e Gjestit nuk e ka pasur kur follow Egli Takon. E pyetur sepse nuk e kishte motra e Eglit follow Egli Takon, ajo u përgjigj: "Po për këtë pastaj nuk e di. Nuk di të jap një përgjigje sepse nuk e kemi këtu prezente Blerinën." Me këtë deklaratë Egli theksoi se nuk ka asnjë problem personal me Blerinën dhe çdo spekulim që është bërë në rrjetet sociale nuk qëndron. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.